Aktivistja Evi Kokalari ka reaguar pas lajmit se Sali Berisha do të paguajë $6 milion për lobime në SBA. Një ditë më parë u bë publike kontrata e Partisë Demokratike me kompaninë Continental. Berisha ka paguar njerëz pranë Trump për të hequr damkën e korrupsionit, por Evi Kokalari ka kërkuar llogari se ku i ka gjetur kaq shumë para. Postimi: $250.000 në muaj për 2 vjet. Varas me $6 milion po paguan koalicioni i Sali Berishës për të lëbuar heqjen e sanksioneve. Ky lloj leku edhe mund ta ndihmojë. Gjithsesi, nga i gjeti $250.000 në muaj Partia Demokratike, edhe nëse ka pasur kaq para, pse nuk ju paguajnë juve që bëni fushat me lekët tuaja, ndërkohë që jeni me pensione $80 në muaj dhe rroga $300-500 në muaj. Akoma se kuptoni sa të shfrytzuar që jeni dhe kush do ta bëjë denoncimin në SPAK. Personalisht dua të di nga po paguhet $250.000 në muaj. Mos harroni që disa nga ne luftën për të ndaluar heqjen e sanksioneve nuk e lëm. Se ku do të shkojë gjithë ky mund për pastrim korrupsioni nuk e di, por për sa kohë që marr frymë këtë betejë nuk e lë. Ndërkohë që juve ju premtojnë rritje pensioni 20%, ja pagesat mujore për 2 vjeçarin e ardhshëm, $250.000 në prill, po kaq në maj, po kaq në qershor, $250.000 në korrik, po kaq në gusht, e njëjta shumë në shtator, në tetor, në nëntor dhe në dhjetor 2025 për të vijuar edhe për gjatë gjithë vitit 2026, e njëjta shumë prej $250.000 në muaj, totali baras me $6 milion. Shkoni merrni pensione tashmë dhe mos harroni të votoni Partinë Demokratike të Sali Berishës, ironizon në fund Evi Kokalari.